shtetërorëse. Dhe ju e dini shumë mirë që nga shtatori 2025, kur ne kemi thënë para 11 majit, sot aktualisht ju e gjitha politika shqiptare në të gjithat nivelet vëmendjen e ka nga gjykata kushtetuese. Avokat, ju e keni thënë këtë në shtator, unë kam thënë edhe herë tjetër që ky mandat do jetë në dyert e betejë, do jetë në dyert e gjykatës kushtetuese, por ndodhi më shpesh se sa e prisnim, edhe më shpesh se sa e prisnim. Por të lutem për ta mbyllur më jepni edhe një parashikim ose një mendim. Ndoshta edhe me një batutë. Avokat, çfarë ka ndodhur me ata që kanë rivalizuar zotin Berisha? Mendim sepse mendim do të them se parashikim nuk mund të bëj për shkak se në rast se them parashikim në fund fare do thënë lexon edhe letrat apo filxhanin. Ose me një batutë. Çfarë ka ndodhur me ata, me gjithë ata që kanë rivalizuar zotin Berisha? Ku janë sot? Jo, shiko, asgjë. Dëgjoj, këtu ka diçka që duhet ta analizojmë qartë, pra që mos të vendosim pika dyshimi, po thjesht duhet të themi të vërtetën objektivisht ashtu siç duhet, që do të thotë. Zoti Berisha iku nga politika shqiptare në aspektin kryetar partie në 2013, mos gaboj. Politikisht zoti Berisha ishte aktiv. Nuk na intereson politikisht aktivizimi i tij, po na intereson që pas Berishës erdhi një lul bash i cili në fund fare dështoi në mënyrë spektakolare. Çfarë ishte dështimi? Dështimi ishte që qytetarët demokrat, ato që duan Partinë Demokratike dhe duan rotacionin politik, qëndruan përsëri në opozit. Por zoti Basha merrte rrogën e tij si deputet. Pra zoti Basha ishte pjesë e institucioneve shtetërore. Pra do të thotë që për zotin Basha nuk pati asnjë lëkundje, asnjë problem. Punën e tij vazhdoi. Por si ndodhi situata edhe në Partinë Socialiste? Sepse paralelisht duhet të studiohen. Nga njëra anë zoti Berisha në 2021 vjen edhe merr Partinë Demokratike, nga ana tjetër Partia Socialiste çuditërisht të gjithë ata që janë rreth zotit Rama që pretendojnë për kryetar të Partisë Socialiste, që tani zoti më shiroft në aspektin politik flas gjithmonë, i ndihmoft, nuk ndodhen në Partinë Socialiste dhe nuk ndodhen në politikë bërë shqiptare. Pra, ju mos e merrni studimin çfarë po ndodh nga krau Pjaftas. Ore shikoni paralelisht, po krau Majtas, çfarë ka ndodhur? Pra, përdorimi i drejtësisë për të dhënë mesazhin që duhet të pastrohet politika, vjen nga persona të cilët erdhën në politikë për vetë pastrim sepse Saliu ka qenë i keq? Shiko PS-n çka ka ndodhur? Pra, vetë pastrimi është i saktë për korrupsionin apo është i pasakt? Këtë ta mendojnë socialistët që i bëjnë fresk Edi Ramës akoma dhe sot. Tani shkojmë te krau i të djathtës, pra Partisë Demokratike. Zotri, kur ti nuk je i zotit të përballësh me realitetin dhe ke frikë nga hija e jote, edhe unë, po t'jemi fort si Berisha, do ta maj partinë. Është logjikshëm zotri. Kryefamiljari ku ka e gjithë shtëpinë që shkon kundër, mendon se thotë unë po heq dorën nga kryefamiljar. Nuk besoj një kryefamiljar të heq dorën nga kryefamiljar ku ka një kontradikt brenda familjes. Ai si kryefamiljar, për shkak të traditës, do tentojë të imponohet ndaj anëtarëve të familjes që të qëndrojnë në cilësinë e kryefamiljarit. Nuk do thotë më fal, mor avionin unika. Pra, do të thotë që të flasim në gjuhën shqipe, ne duhet të kuptojmë që struktura e politikës ka cilësinë e kryefamiljarit, pra kryetari është kryefamiljari në të dyja kampet. Zoti Berisha tregoi që brenda Partisë Demokratike nuk kishte instaluar asnjëri prej tyre asnjë fraksion që të ishte kundër Berishës. Sepse Berisha është dhe do të jetë histori në Partinë Demokratike. Po jo histerizmi në Partinë Socialiste. Po gjithsesi në një moment të caktuar ku të vi momenti edhe asajt atje që janë të vdekurit, ata atje që nuk prodhojnë debate dhe do të vinë ata ore shëndet të kemi edhe uroj të gjithë qytetarëve, edhe ata që na duan, por ata që s'na duan, të kemi shëndet, të jetojmë, të shikojmë se si do shkërmoqen, se si do të përçaren, se do theren me njëri tjetrin atje nga Partia Socialiste.
dhe t'i komentojmë dhe të shikoni realitetin me sy tek qytetarët socialistë, ata të cilët votojnë Partinë Socialiste. Ju jeni me probleme në familjet tuaja për ekonominë dhe këta po bëjnë namin duke bërë vepra të ndryshme penale. A janë të provueshme apo jo, nuk flas. Mjafton thjesht vetëm që dalin përgjime. Që dalin ato komunikime dhe të paktën njëri prej tyre thotë, "Jo, nuk janë të vërteta këto." Po mashtrojnë. Eshtin më vlla, eshtin më. Por ti kur flet e eshtja, a është aprovim? Jore të dalë thotë, "Jore, nuk e thash unë për këtë. Jore, nuk është e vërtet kjo ore." Pse eshtin? Pra eshtja nuk kupton fajsi. Dhe prandaj po të them, Zoti Berisha, përderisa përballë ti nuk ka të aftë, të shkojnë t'i thonë, "Ha procedurën zotri." Jo me 2025-ën. Datën 1 shtator. Shpa kandidaturën time unë. Shkojmë në zgjedhjet parakoshme, sepse statuti është ky. Asnjëherë, dëgjove ti na njërin, mund të ketë se kam problem pak me veshët. Dëgjove na njërin ti? Jo. Nuk ka. Pse? Kush të ndaloj? Hajde supozim të ndaluan sistem mediatik që këta akuzojnë njërin tjetrin me radhë. Po portalet, merr portalet me radhë dhe shko. S'të pengon asnjëri. Material do media, çfarë do media? Lajmin e fundit zotri duhet do media. Është fakti konkret, do media të bësh as hoxhun, as priftin, as murgun. Pra, ajo që unë po ju them dhe ju citoj qartësi, është e pa imagjinueshme në raport me logjikën zotri, jo me emocionin. Sali Berisha 2008, Edi Rama 2008. Sali Berisha shkon për një pauzë dhe kthehet Sali Berisha 2025. Pra, 2022-2021 fitoi Donald. Fiton betejë. Dhe sot ke Sali Berisha, Edi Rama. Më thuaj të lutem, një logjik normale e kupton më zotri. Diçka nuk po shkon mirë. Pra duhet ndërgjegjësim populli me anën e vet në ndërshkim me vot. Ju duke prit spakun afërmendësh do të bëne vendim që të kënaqim popull me statistika. Nuk bëhet afërmendësh X Sali Berisha si do plaket. Jo zotri, jetë të kesh shëndet të jetë mirë aty, po nuk ka asnjë ti zot ja marri karrikën, aty le tri. Edhe për Edi Ramën zotri, po aty le tri, po nuk ka asnjëri guzimtar t'ja marri karrikën. Pse tip Dylber mendon ti që se dëgjoj shpeshherë është rasti vi Gylseni t'ja marri karrikën Dylberit. Pse më të pëlqen ty ta marrun karrikën ty? Jo, sepse çfarë është? E natyrshme, është njerëzore, por ka konkurrencë. Edhe avokati me avokatin ka konkurrencë. Edhe gazetari me gazetarin ka konkurrencë. Edhe tregtari me tregtarin ka konkurrencë. Por konkurenca të bëhet një kuadrit të legislativ, të një parimor, i cili mos të ketë më thyrje. Pra, imagjino tani o vlla, ti ke Saliun dhe Edin që thyjnë njëri tjetrin. Populli atë do. Në rast se unë edhe ti tani fillojmë edhe flasim në njëri tjetrin me fjalë kështu që vdesin disa që ti dëgjojnë, që të bën thashë themin lajmin e fundit. Të gjithë do na dëgjojnë. Në rast se ne flasim parimisht, jo se nuk na dëgjojnë, na dëgjojnë. Dhe ne i respektojmë dhe i falenderojmë shumë se na kanë dëgjuar vazhdimisht. Por ama e themi në aspektin më të gjerë politik. Ne si qytetar duhet të kuptojmë që kur ne kemi hall si qytetar, duhet të paktën të çojmë sinjal lart, dhe të themi, nuk është paku jeta jonë më. Jeta është zhvillimi, ekonomia, fëmia, familja, kultura, tradita, Shqipëria. Nuk është në fakt se ne duhet të themi tani, u bë Saliu gati apo nuk u bë? Nuk u bë Saliu. Në 11 maj zotëria kishte 11 alternativa. Nuk zgjidhe dy të këqijat që thua ti, zgjidhe ato të tjerat. Po as ato nuk ishin jaftë zgjidhje. Çfarë çaloj? Çfarë pengmarrje ke ti? Se nuk mundet të adresojmë në një vend, të adresojmë fajin e pas ka vetëm opozita, ndërsa këtu që bëhet kulmi, nuk dim ku ta gjejmë hallin sepse ky që ka me keqja më e vogël. Por jo, ta them unë, kjo e keqja më e vogël që ti thua sot ti, e di çfarë do jetë? Fatura më edhe për ata që të cilët nuk na dëgjojnë. Ne ta pagojmë zotëri. Këtë faturë që po vendoset kostoa në Republikën e Shqipërisë, do ta paguajmë të gjithë. Po e di çfarë do thotë Edi Rama? Zotëri, viktim do bëhet Edi Rama. Zotëri,
Unë ja thash të vërtetën. Ju dashuruat me mua, unë ju vdiqja duke paguar faturat dhe ju do t'i pagoni gabimet e mia. Pse? Se përgjegjësia në politikë është e kufizuar, nuk është përgjegjësi absolute. Prandaj, nderuar, po të them të vërtetën, ajo që ne kemi thënë vazhdimisht dhe nuk duhet të bëhemi lojë e asnjërit për atyre të cilët bëjnë lojë gjithmonë dhe me vazhdimsi, me atë që ne themi me fajin e ka Saliu, fajin e ka Edi, fajin e ka Iliri. Jo zotri, duhet të themi popullit të vërtetën dhe e mban mend, besoj, që ta konkludojmë që mos na zgjasim shumë, rastin para 11 majit dhe pas 11 majit. Të thash, zotri, populli jon dha një verdikt. Populli jon tha, unë zotri nuk priste alternativa të reja të qeverisin këtë vend. E tha, po çfarë tha në të njëjtën kohë? Në të njëjtën kohë, në rast se do figura të reja dhe në rast se do politikbërje, kalojnë përmes 3 partive politike. I qartë, mendoj ta kam thënë shumë kohë përpara dhe mbajmë në shtator të 2024 mos gaboj dhe në muajin mars të 2025 ta kam thënë. Pra, çfarë dua sot populli? Zotri, je i ri në politik? Po, shko përmes Partisë Socialiste. Pse? Se unë ashtu kam besim të Partisë Socialiste. Për një gomar të nxjerrë Partia Socialiste unë e votoj. Shko tek Partia Demokratike. Një gomar të nxjerrë dhe ajo unë e votoj. Shko te Partia e Lirisë. Një gomar të nxjerrë ajo unë e pranoj. Në aspektin formal e kupton hipotetik gomar. Por shiko te kjo parti mund të vinë edhe njerëz me vlera, mund të vinë edhe njerëz të dershëm, me njerëz të cilët duan të kontribuojnë tek vendi. Por populli jon në 11 maj, ashtu si e analizova unë, ishte i saktë. Çfarë tha? Unë nuk dua subjekte të reja. Dua figura të reja të futen dhe të garojnë dhe të bëjnë aksion brenda partive të tyre. Pra, sot, që ta mbarojmë edhe me analizën e Saljanit në fund, i duket thënë, po, Saljani bërë diçka të bukur, po bën luftë brenda partisë së tij. Po në rast se Saljani shko hap parti, vet, bye, as votën e tij do ta gjej. Sepse elektorati, pavarësisht këtyre fakteve, statistikave që kanë nxjerrur Spaku, nuk do ta di zotria e i korruptuar apo jo. Nuk i intereson ky fakt. Pse nuk i intereson ky fakt? Sepse sot ke Sali Berishën dhe Edi Ramën përsëri në të njëjtat pozita në aspektin politikës, jo në aspektin e cilësive kushtetuese. Pra, ti duhet kuptosh, edhe bashkarisht edhe unë, edhe shumë qytetarë të tjerë, në rast se do vendosim logjikën dhe jo emocionin, do të arsyetojmë bindshëm vetes tonë që po, këtu duhet të ndëshkojmë. Dhe si duhet të bëjmë ndëshkimi? Duke promovuar njerëz të ri dhe jo duke u marrë me të shkuarën. Prandaj duhet flaka, si në Partinë Demokratike apo në çdo subjekt tjetër politik, të ngrohë qytetarët shqiptar, t'i japi një lloj shprese që ata mos të thënë një fjali të keqe që them vazhdimisht që jemi të lodhur. Në rast se je i lodhur, jeta nuk të lodh. Gjykatat nuk të lodhin, politika nuk të lodh, sepse ky është sistemi që kemi vendosur të jetojmë. Në rast se don ta luash anti-sistem, shko në Kin ose në vende të cilët nuk ekziston demokraci, e kupton, është o zot na ruaj. Prandaj, kush është i lodhur nga këto situata, i lutem të ikë nga Shqipëria dhe të jetojë në vende që nuk ka lodhje dhe thjesht ka çohu gatitu dhe kaq. Dhe ti pse ta ankohesh? Prandaj unë them qytetarët shqiptar e kanë në dorën e tyre në rast se duan të heqin Saliun, Edi Ramën nga politika. Sipas gjitha gjasave, do ketë në pritje të përjashtimeve të mundshme nga Partia Demokratike. Avokatën të falenderoj shumë për bisedën e gjatë, por shtruese si gjithmonë me argumentat tuaja origjinale, edhe me ato të vërteta të skenarëve që kanë rezultuar të vërtetë deri tani sikur i keni parashikuar ju. Unë të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj ty, edhe dëgjuesit dhe ata që na ndjekin vazhdimisht
i kërkoj që ata vazhdimisht të na ndjekin, të na kritikojnë, patjetër pse jo, të na thënë atë mendimin e tyre, e mirëpritur, por vetëm diçka i kërkoj. Përdorni logjikën dhe jo emocionin. Në rast se përdorim emocionin, është fakti i dështimit. Prandaj mos bëni pjesë e lojës së dështimit. Logjika jep të drejtën, emocioni jep greminën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju avokat.